Me dy ndeshjet e djeshme, Struga Trimlum AP Brera, që përfundoi 0-1 dhe Tikveshi Arsimi, që përfundoi me barazim 1-1, u kompletua java e 20 e sezonit 2024-2025 në ligën e parë të futbollit vendor. 3 xhiro para përfundimit të kampionatit në ligën e parë të futbollit, si duke gjërat po bëhen më të qarta sa i përket 4 pozitave të para, pasi Vardari me 74 pikë është një hap pranë titullit kampion. Shkëndia me 68 pikë ka të sigurt pozitën e dytë. Struga Trimlum me 62 pikë është e sigurt në pozitën e tretë, ndërsa Sileksi nuk lëviz nga pozita e katërt. Dilema e vetme mbetet se cilat ekipe do të rënditen në pozitën e 8 dhe të 9 që çon në balotazh. Pra Bashkimi me 40 pikë, Arsimi me 38, AP Brera me 36 dhe eventualisht Pelisteri që ka 32 pikë, ndërsa Makedonia, Gjorçe Petrov, Rabotniçki dhe Shkupi, sipas të gjitha gjasave, do të kalojnë në një rang më poshtë. Rezultatet e xhiros së 30: Sileksi Shkëndia 1-1, Shkupi Makedonia Gjorçe Petrov 0-4, Bashkimi Vardari 0-2, Rabotniçki Pelisteri 3-3, Struga Trimlum AP Brera 0-1 dhe Tikveshi Arsimi 1-1. Tabelën e kryeson Vardari me 74 pikë para Shkëndis me 68 dhe Struga Trimlum me 62 pikë.